pavarësisht se na udhëzua emocioni në lidhje me fondet e IPARD-it. Po, është rëndësishme ta sqarojmë këtë. Cila strategjia? Strategjia e Partisë Demokratike do të jetë kërkesa për ngritjen e komisionit hetimor për fondet e IPARD-it. Dhe janë të detyruar që ky komision të ngrihet sepse kërkon 1/4 e deputetëve si kërkesë dhe normalisht në funksion në zbatim të rregullores ky komision hetimor do ngrihet dhe do fillojë të hetojë të gjithë procedurat e abuzimit që kanë ndodhur me fondet e IPARD-it. A mundet të përdoret një mekanizëm të ministres? Të gacmoj pak këtu, të gacmoj të bëj një pyetje. Kam parasysh që kur u bën ato ndryshime për sa i përket rregullores, ngritjes komisioneve hetimore disa muaj më parë në legjislaturën e shkuar, kur ju ende nuk ishit deputet, po keni qenë aktiv prej vitesh tashmë dhe në politik, artikullimi kryesor ka qenë që nuk do të ketë komision hetimor për çështjet të cilat janë në hetim. Ja, kjo mund të jetë një mekanizëm për ta hedhur poshtë edhe këtë kërkesë. Jo, pa diskutim, është detyrim ligjor që ngritja e komisionit hetimor me 1/4 e kërkesës deputetëve është e detyruar të ngrihet.